tani hap spagun. Konkretisht, nëse pas procedurës, vijon sërish me një kërkesë? I vetmi një zgjidhje që mund të bëjë spagu do vazhdoj hetimet. Se nuk ka çfarë, do vazhdojnë hetimet. Dhe do marrë prova të tjera. Nëse rëndohet pozita, do detohet me një kërkesë tjetër, e cila parashikohet nga 288 dhe 289 në vyshë. Mund të mbledhë prova, por për mendimin tim duhet jetë një zgjidhje, sepse duke një organ edhe masa pezullimit për këtë punë është vendosur. Që rrezikohen provat, kjo është i gjithë problemi. Dhe mendoj që duhet gjetë një zgjidhje. Duhet gjetur një zgjidhje. Nëse rëndohen pozitat edhe një herë, që dalin prova të reja sepse janë 7 lote të tjera. Pra, nëse dalin lote të tjera, atëherë duhet procedohet përsëri me kërkesat. Dhe një oponent që desha të bëjë, një oponent sepse u deklarua që spagu ka bërë një term heqjen e lirisë në çdo lloj forme. Më vjen keq, por kjo është term procedural i cili parashikohet nga neni 288 i kodit procedurës penale. Dhe për këtë formulim ligjor nuk duhet të fajsosh spagun, po duhet të fajsosh ata ligjvënës të mençur që kanë bërë termat të tilla të paqarta. Sepse të kemi parasysh masat e sigurimit, çdo masë sigurimi ka një numër neni. Dhe duhet të jemi qartë për çfarë masë, sepse masat janë 7 masa sigurimi me karakter shtrëngues dhe 2 masa me karakter ndalues. Dhe këtu duhet të ishte pra shfaq ligjvënësit që ka bërë këtë paqartësi. Dhe një prokuror i spagut që kërkon kuvendit, normal do i referohet çfarë parashikon ligji. Tash mirë keq është në ligj. Po kjo është një paqartësi që është vënë në fillim. Është neni 288, e kam theksuar edhe në studio të tjera, nuk ka as titull. Po ta vresh e ke pa titull. Dhe ky është shkaku që është përdor termi. Theksoj heqja e lirisë në çdo formë. E kisha fjalën më tepër te kërkesa nuk është e qartë në sensin që ka kërkuar prokurori që do kërkoj gjykatës arrest në shtëpi, apo arrest në burg? Arrest, arrest dhe më thonë i bi... Në dhe dyja rastet është arrest. Mas arrest në burg, / arrest shtëpie. Tani, prokurori kështë thonë arrest në burg, ose heqjet lirisë në çdo formë. Si duhet ka kërku vetëm burg? Për burg ka kërku. Ose heqje në çdo formë? Në çdo formë. Tash kjo është temi... E kisha fjalën që nuk e kemi të qartë, se duket në këshillin e mandateve e kanë bërë vetë. Këshilli, ata që kanë bërë ligjet, prokurori ka kërkuar. Prokurori ka kërkuar çka kanë bërë këta ligjvënës nderuar që kanë bërë ligjin vet. Pra ligjin e vet ta duhet ta bënin. Pra kur ligjvënësi s'ka pa ligjin e vet, tash çfarë themin ne? Prokurori është fiks çka kanë bërë ligjin. Megjithatë ne do ta marrim vesh në seancën që do zhvillohet, pra seancën e posaçme, më falni, që këshilli i mandateve do zhvillohet. Dhe aty do jetë prokurori çështjes apo grupi prokurorëve që hetojnë çështjen, do paraqesin argumentat e tyre. Sa aty dhe zonja në fjalë mund të bëjnë mbrojtjen e vet. Dhe edhe patjetër sepse është një këshill në kuadrin e një gjykate, le të themi, apo një komisioni i cili do t'i dëgjojë të dyja palët, dhe nëse ne referohemi deklaratës së zotit Rama, zoti Rama do të regoj që 283 mandate... 83 mandate. Më falni, 83 se nga Mos e qoftë zoti aq, avokat. Neni 283, neni drogës, se ke shumë të arrestu për 1 gram drogë, edhe nga ka ngel meni për ne. E kam fjalën që zoti Rama do të regoj që pushteti gjyqësor nuk do ndërhyjë në atë ekzekutivin. Është një diskurs apo një diskutim që ai ka gati 2 muaj që e përdor. Madje edhe ditën e diel e përdori me Byron Kombëtare të Hetimit, lidhur me patllaken që nuk e dorëzonin, dhe një komunikim publik në raport, në kundërsulm apo në insulm të zhvilluar ndaj pushtetit gjyqësor, i cili është një pushtet i ndarë nga pushtetet e tjera, dhe natyrisht që pushteti gjyqësor, pra gjykatat e prokuroria, kanë punën e tyre lidhur me respektimin e kushtetutës apo dhe me ligjet e posaçme. Është një çështje për cilën pritet se çfarë reagimi do ketë zoti Rama, pra gjithë qytetarët po e shikojnë me vëmendje këtë reagim me 2 standardet e zotit Rama që nuk e kanë ndjekur më parë me ministrat e tjerë, pra duke filluar me zotin Tahiri, që ai kërkoi vetë dhe dha dorëheqjen, zoti Tahiri nga mandati i deputetit. Kemi zotin Ahmetaj, për cilën u deklaroi që do të bënte më shumë se kishte bërë prokurori i posaçëm. Kemi rastin e zotit Beqaj, që
nuk bëri asnjë koment dhe ai Edhe deputeti Alçi Bllako gjithashtu që nga detyra që kishte dhe kulmi arriti me zotin Beliaj në të cilën kërkoi që ta shkarkonte edhe nga detyra, duke qenë se ishte i zgjedhur nga populli dhe kishte një mandatim jo me 83 mandate, po me 250 ca banor, dhe ishte një ndërhyrje pastër e pushtetit ekzekutiv ndaj pushtetit vendor. Kështu që ky standard i vendosur nga vetë zoti Rama nuk po respektohet në rastin konkret, pra me rastin e zonjës Balluku. Nuk na shqetëson emri i zonjës Balluku, nuk kemi asgjë me atë, por ne na shqetëson si qytetar një standard që kryeministri e vendos vetë dhe shumë mirë që e vendos që distancohet nga